domethënë të shkojë në drejtim të NATO-s. Në terma ushtarak, domethënë në termat e strategjisë ushtarake, kjo shihet është një kapitullim i plot i Ukrainës. Pra Rusia kërkon një kapitullim të plot të Ukrainës duke vendosur këto kushte. E qartë, mirë zoti Blakaj, për ta mbyllur sepse jemi në fund, ndërkaq nëse Donald Trump zbut qasjen ndaj Rusisë, si pritet të reagojnë pra aleatët e NATO-s dhe Bashkimit Evropian? Aleatët e NATO-s janë në një alarm të asaj që në gjuhën gjermane quhet alarm Stufe Rot. Domethënë është ndezur drita e kuqe e alarmit. Nëse ju kujtohet, SBA gjithmonë ka bërë thirrje që partnerët e NATO-s të paguajnë 2% të bruto produktit vendor, mirë po ka hasur gjithmonë në rezistencë jashtëzakonisht të madhe nga aleatët përveç shtetit të Turqisë, i cila gjithmonë e ka paguar 2% të bruto produktit të saj, domethënë për NATO. Ndërsa e gjithë matrica që është vënë në lëvizje për momentin është kjo matricë që i detyron shtetet e pasura të Evropës, të cilat thënë në terma global janë 20% e popullsisë botërore, ndërsa posedojnë 80% të pasurisë botërore. Domethënë janë shtete jashtëzakonisht të pasura, të cilat nuk donin të paguanin për mbrojtjen e NATO-s. Për këtë arsye, domethënë është vënë skema amerikane e detyrimit të tyre, domethënë duke simuluar dhe stimuluar në një armik për të cilit Evropa gjithmonë ka frikë, që është Rusia, konkretisht tani edhe me luftën në Ukrainë, dhe për të detyruar ato të shkojnë në kufi të 2%. Por momentalisht SBA e ka rritur këtë kuotën e 2% dhe u ka kërkuar që gjithmonë, domethënë, këto e tutje shtetet e NATO duhet të paguajnë mbi 5% të bruto produktit vendor. Dhe tani të gjitha shtetet e Evropës me 5% të bruto produktit vendor kalkulojnë se a është më mirë, domethënë, të vazhdohet aleanca me NATO me SBA-t, apo t'i kthehen në rrugës së armatimit, domethënë të investojnë ato para që do të shkonin në xhepat ose në fondin e NATO-s rrjedhimisht në SBA, apo t'i investojnë domethënë në zhvillimet e tyre ushtarake. Për këtë arsye, referuar Institutit Siprit të Stockholmit, e kemi në vitin 2024 një rritje prej 2050 miliard dollar të investimeve në fushën ushtarake, domethënë në zhvillimin e kapaciteteve ushtarake të sisteme, municione, raketave, po edhe të shpikjeve të tjera, të cilat i kanë bërë shtetet e Evropës. Domethënë ka qenë një rritje jashtëzakonisht e madhe. Së fundi kemi edhe një bisedë mes dyshës franko-gjermane, kur ata domethënë kanë vënë edhe skema që të vendosen armët bërthamore të Francës për të mbuluar territorin e Gjermanisë për një periudhë, derisa industria gjermane domethënë të rrimë këmbët dhe të vinë në nivelin që është aftë të mbrohet ose t'i kundërpërgjigjet një armiku si Rusia. Fondin prej 200 miliard dollarë që e kanë alokuar në vitin 2024, në vitin 2025, këtë fond e kanë rritur dhe e kanë bërë në 800 miliard euro, domethënë investimet në fushën e armatimeve. Domethënë është një zhvillim interesant, nuk e kemi shumë të qartë se a do të mbijetoj binomi euro dhe Atlantik, apo do të ndodhë ajo skizma e madhe mes Atlantikut edhe Europës, por domethënë duhet të jemi edhe ne të kujdesshëm që të kyçemi, po ashtu domethënë në zhvillimin në ringritjen e industrisë ushtarake dhe të municioneve, por edhe të shikojmë me kujdes, domethënë sponsorizuesin kryesor të pavarësisë të Kosovës, domethënë edhe në qoftë se ndodh një ngjarje e cila e largohen amerikanët dhe NATO-ja, domethënë në një situatë, si themi, të avancuar të këtij problemi, unë mendoj që ne duhet të qëndrojmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
sepse është historia ajo e cila mund të ripërsëritet dhe evropianët nuk e kanë shumë për dert që troje shqiptare dhe kombën shqiptar ta kenë si monedhë këmbimi, domethënë për interesat e tyre. Prandaj ne duhet të kemi kujdes që edhe në aspektin e brendshëm të zhvillojmë kapacitetet tona, por edhe të rrim ngjitur me Shtetin Amerikan ose në aleancën strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qartë, mirë zoti Bleka, kemi arritur në fund. Falenderoj shumë për gjithë informacionet. Faleminderit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Ju falenderoj dhe ju të nderuar televizionistë për vëmendjen, bashkëmi sërish nesër në aktualitetin e radhës.